Incidenti verbal gjatë pauzës së seancës së dieshme në Kuvend ka nxitur reagime në opinion, pasi zëvendës kryeministri Ivan Stojković ka ofenduar dhe denigruar me fjalorfyes deputetët e opozitës. Pjesë e këtij sulmi verbal ka qenë edhe deputetja e BDI-s Arbana Pasholli, sipas së cilës sjellja e Stojkovićit ishte e papranueshme dhe se sulmi nuk ishte në shënjestër vetëm atë si deputete, por prek edhe dinjitetin e grave në politikë. Dua ta di në botën e zhvilluar perëndimore dhe në demokracitë e konsoliduara si veprohet në raste të tilla. A konsiderohet kjo sjellje e pranueshme për një funksionar publik apo pason në reagimi menjëhershëm dhe kërkimi përgjegjësisë? Ndaj sjelljes së Stojkovićit ashpër reagoi deputeti i ASH-s Ria Çaçiri, duke i quajtur idiot në katror. Kësi lloj idiotësh vijnë këtu në kuadër të Kuvendit dhe ofendojnë dhe mundohen të demonstrojnë dhe të tregojnë forcë këtu. Shumë gabim e kanë. Nëse idiot vë kvadrat. Njerëzit idiot në katror. Ofendojnë këtu, nuk do të lutem kujdes Riat, lutem fjalorin kujdes. Riat, lutem. Nëse dikush mendon me atë formë të paraqitet ndaj nesh, shumë gabim e ka. Absolutikisht nuk e lodhi vetën se a është mirë as është mirë. Për atë kategoritë njerëzve me reciprocitet do të përgjigjemi. Ashtu si paraqiten, çashtu do të përgjigjemi. Deputetja e BDI-s Rina Ajdari kërkoi nga kryeministri që ta heqë nga rendi i ditës votimin e Stojkovićit për ministër, njëkohësisht edhe të kërkoi falje publike. Kryeministri duhet të ndërmarrë hapa që të distancohet nga Ivan Stojković. Kjo duket edhe një herë për ju kryetar, ofendimi, sharja i drejtohej opozitës. Këtu kemi shumë deputet shqiptar, u ofendua edhe ne u ndjem të ofenduar sepse na u drejtua neve në klubin e deputetëve dhe për këtë nuk kemi reaguar. Ato dhe nuk e di se si deputetët e Vlenit do të vazhdojnë të qëndrojnë në këtë sallë, ta votojnë atë si ministër për shkak se me atë ofendim ai ka sharë dhe ka ofenduar edhe ato 107 shqiptarët, vota që ju i konsideroni të pastra se i keni marë. Në vend të Stojkovićit falje deputetëve ju kërkoi kryeministri i vendit Hristijan Mickoski. Kao predsjedatelj na vladата, da se izvinam na vas pratenicite i na građanite što deneska bevme svedoci na ovje nastani i se nadam дека тоа nema nikogaš povekje da ni se povtori. Kërkimfalja e Mickoskit erdhi pasi edhe grupi parlamentar i LSDM-s akuzoi Stojkovićin se kishte drejtuar fyrje edhe ndaj deputetëve të tyre, Fatmir Bitiqit dhe Mitko Trajçolleskit. Megjithatë, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ka udhësinë e dieshëm në Kuvend e cilësoi si teatr për të mbuluar dështimin e plotë të qeverisë. Вчера направи хаос, за да прикрие собствената неспособност, тоа што владата нема апсолутно никакви резултати во ниту еден сегмент на функционирањето и се обидува да создаде алиби за предвремени избори, бидејќи рече дека ги нема, сега очевидно му треба алиби. Grupi parlamentar i LSDM-s ka kërkuar që të dorëzohen video incizimet nga seanca numër 122 e Kuvendit, si dhe pamjet nga hapësira para hollit të sallës Maqedonia për periudhën kohore nga ora 17 deri në orën 19. Në kërkesën drejtuar kryetarit të Kuvendit, LSDM kërkon sigurimin e incizimeve për të pasur një pasqyrë të plot lidhur me incidentin e shkaktuar nga ministri Ivan Stojković. Opozita kritikoi edhe kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi, me të cilin, siç thonë, ishin dakorduar që të miratojë një konkluzion me të cilin do të dënojë sjellja e Stojkovićit, por një hap i tillë nuk u realizua dhe për mungesë reagimi dhe në shenjë revolte, deputetët e LSDM-s, BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët braktisën seancën para votimit për ministrat e rinj.